Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Policia e Lushnjës ndalon një shtetas të mitur që posedonte mjet prerës stik dhe lëndë narkotike. Gjithashtu janë proceduar dhe disa shtetas për vepra të ndryshme penale nga Policia e Lushnjës, Divjakës dhe e Fierit. Policia e Lushnjës kapi në flagrancë një shtetas të mitur 16 vjeç, me një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis sativa, një mjet prerës stik dhe një përforcues grushti, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Në vijim të veprimeve procedurale, specialistët për hetimin e narkotikëve të DVP Fier referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për këtë shtetas. Gjithashtu edhe policia rrugore referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një tjetër minoren 17 vjeçar, pasi drejtonte automjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë dhe Divjak kanë identifikuar 3 raste dhune dhe referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit AM, 35 vjeç, banues në fshatin Kashtbardh, pasi ka ushtruar dhunë ndaj nënës së tij. DK 32 vjeç dhe NH 46 vjeç, të dy banues në fshatin Çerm Shkumbin, pasi janë konfliktuar me njëri tjetrin për motive të dobta. MT 42 vjeç, banues në Divjak, pasi ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj fëmijëve të tij të mitur, të cilët janë të pajisur me urdhër mbrojtjeje ndaj tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit SQ, 48 vjeç, banues në Fier, pasi ka goditur me mjet prerës një shtetas 37 vjeç për motive të dobta. EK 56 vjeç, banues në Fier, pasi ka goditur me grushte një shtetas 54 vjeç për motive të dobta. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme. Autoriteti Konkurrencës gjobit 6 grumbullues të frutaperimeve për fiksim çmimesh në qarqet Fier, Tiranë, Elbasan, Berat dhe Korçë. Autoriteti Konkurrencës, pas gati 2 vite hetime që përfshiu monitorimin e tregut të grumbullimit dhe shitjes me shumicë të frutaperimeve, ka gjobitur disa ndërmarrje në qarqet Fier, Tiranë, Elbasan, Berat dhe Korçë për sjellje të bashkërenduar në përcaktimin e çmimeve të këtyre produkteve. Në mbledhjen e datës 26 nëntor, Komisioni i Konkurrencës miratoi vendimet me të cilat konstatoi se një grup ndërmarrjesh grumbulluese Omer Fruit ShPK, Nedrete Arapi person fizik, Besim Thaqi person fizik, Morina Group ShPK, Fruit Tuzela ShPK dhe Roland 2012 ShPK kanë bashkërenduar çmimet e blerjes gjatë periudhave të sezonit, duke diktuar çmimet në dëm të fermerëve dhe duke aplikuar markup shtesë mbi kosto shumë të lartë, deri në 115%. Sipas autoritetit, kjo sjellje e bashkërenduar përbën marrëveshje të ndaluar sipas nenit 4 të ligjit numër 9121 të vitit 2003 dhe është cilësuar si shkelje e rëndë për të cilën komisioni ka vendosur gjoba deri në 0.15% të xhiros së vitit financiar paraardhës. Hetimi i thelluar tregoi se disa grumbullues, fal fuqisë së tyre negociuese, kishin krijuar një situatë ku fermerët shpesh përballeshin me çmime të diktuara e të koordinuara, dyer të mbyllura për negocim, varësi të tepruar nga pak blerës, presione për uljen e çmimeve dhe shlyerje të vonuara të pagesave. Sipas autoritetit të konkurrencës, ky vendim adreson në mënyrë të drejtpërdrejtë këto problematika dhe forcon pozitat e fermerëve në treg, duke krijuar kushte për çmime më të drejta e më transparente, konkurrencë të ndershme mes grumbulluesve, mundësi reale zgjedhjeje për fermerët, pagesa më të sigurta dhe marrëdhënie më të balancuara kontraktuale dhe frenimin e skemave të koordinuara që dëmtonin të gjithë tregun kombëtar. Gjithashtu, komisioni ka urdhëruar ndërmarrjet e gjobitura që të afishojnë në mënyrë të dukshme çmimet aktuale të produkteve që grumbullojnë, ndërkohë që do të jenë subjekt monitorimi për një vit nga Autoriteti i Konkurrencës. Këto masa synojnë rritjen e transparencës dhe krijimin e një tregu më të drejtë për fermerët. Kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kanë reaguar pas kërkesës së SPAK për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sipas Berishës, Rama po përpiqet të bëjë grusht shteti. Pasi SPAK i kërkoi Kuvendit autorizim për arrestimin, heqjen e lirisë së deputetit ministrit zëvendës kryeministrit Belinda Balluku me firmë të kreut të SPAK Altin Dumani, i cili e mbyll mandatin më 19 dhjetor 2025, ka reaguar kryeministri Edi Rama. Ai shkrua në një postim në platformën X se arrestimet pa gjyq janë bërë modevrazh në Shqipëri dhe një fakt i turpshëm pas një lidhje me standardet demokratike evropiane, gjë që ka shqetësuar seriozisht edhe Këshillin e Evropës. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha para gazetarëve tha se kryeministri në një formë po bën grusht shteti për përgjigjen e Ramës pas kërkesës së prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, që hap rrugë për arrestimin e saj.
ky shteti i krimit do përballesh me të gjithë zemrimin e qytetarëve. Data 22 është fillimi i një betejë të cilën do ta fitojnë qytetarët. Kjo ngërhinë e kalbur e ngritur mbi vjedhën e shqiptarëve, mbi drogën, krimin, po shpërbëhet dhe ne do japim shtytin e fundit. Kjo ngërhinë e kalbur nuk ka më të ardhme. Pritet vetëm guximi ynë për të arkivuar në hornet e turpit të historisë. Kjo është e vërteta. Nuk ndodh. Kjo që po bën Edi Rama, mban erë si një lloj grushti shteti. Sepse marrja ose bllokimi i pushtetit drejtësisë, marrja mbi sipër e pushtetit drejtësisë, shënon në vetvete grusht shteti brenda shtetit. Ne po e ndjekim, por në mënyrë absolute do i përgjigjemi me të gjithë forcën tonë. Drejtësia nuk mund të pengohet. Jo. Ne kemi dhënë shembull kur ne nuk kemi bërë përpjekjen më të vogël. Kur ne ishim në pushtet, zëvendës kryeministri për këta çakej që dalin në studio dhe mohojnë çdo gjë dhe mbrojnë problemet e tyre me skapin. Zëvendës kryeministri dha dorëheqjen pa ardhur nga prokuroria kërkesa. Pa ardhur. E 14 janar i Lërmeta. Bazuar në një dokument të manipuluar dhe falsifikuar fundë kryer nga Edi Rama dhe Filip Çakulli. Ministrat dorëzuan imunitetin, dhanë dorëheqje. Këto ishin standardet e një vendi demokratik. Kurse ky lën të kuptohet se nuk ka ndërmend do bëjë një studim të thelluar tani. Si udhëheqësi i reformë drejtësisë. Edhe populli do bëjë një reagim të thelluar, i them unë. Ndaj dhe përballu me popullin. Bashkimi Evropian heq masat shtrënguese ndaj Kosovës pasi kanë vepruar mirë me pushtetin në veri. Komisioni Evropian ka shprehur gatishmërinë për lirimin e gjysmës së shumës së ndihmës financiare që ishte dedikuar për Kosovën, por kishte mbetur e bllokuar për shkak të masave të vendosura në ver të vitit 2023. Kjo është konfirmuar nga zyra e shtypit e Komisionit Evropian, pasi u konstatua se pas zgjedhjeve të fundit lokale në Kosovë ka patur transferim të qetë dhe të rregullt të qeverisjes lokale në veri të vendit. 50% e asistencës financiare kap shumën mbi 200 milion euro. Ndërkohë zëvendës kryeministri në detyrë, Besnik Bislimi, ka bërë të ditur të martën se ka pranuar një letër nga Drejtoria e Përgjithshme për zgjerim, në të cilën konfirmohet heqja e një pjese të masave në vlerë prej 34.6 milion eurosh. Sipas një zëdhënësi të Komisionit Evropian, kjo shumë do të mundësojë nënshkrimin e kontratave për 4 projekte, ndërsa pjesa e mbetur prej 181 milion eurosh është pjesë e zbatimit të gjitha fondeve të mbetura nga programi i instrumentit të parantarësimit të destinuara për Kosovën. Siç është shpjeguar nga zyra e shtypit e Komisionit Evropian, miratimi planifikuar i vendimit të financimit pritet të ndodhë në pranverën e vitit 2026, ndërsa lejimi projekteve të para do të duhej të fillojë në gjysmën e dytë të vitit të ardhshëm. Shpërthejnë protestat e fermerëve në Evropë. Franca ndodhet në epicentër të zemërimit. Protestat e fermerëve po përshkallëzohen në disa vende të Evropës, me Francën që ndodhet aktualisht në qendër të tensioneve. Pas Greqisë, pamje të ngjashme po shihen edhe në Francë, ku prej disa ditësh fermerët kanë organizuar protesta të ashpra, duke spërkatur ndërtesa qeveritare dhe makina policie me ple organik, si dhe duke ngritur barikada me san dhe ple në rrugë kryesore. Fermerët francezë po reagojnë kundër politikës së qeverisë për therrjen masive të kopeve të bagtive të prekura nga e ashtu quajtura sëmundja lëkurës me nyje, LSD. Kjo sëmundje shumëgjithse e transmetuar kryesisht nga pickimet e mizave shkakton ethe, sekrecione mukoze dhe nyje në lëkurë. Edhe pse rrallë herë fatale, ajo ndikon ndjeshëm në prodhimin e qumshtit dhe ndalon tregtimin e kafshëve të infektuara.
LSD mbërriti në Evropë nga Afrika rreth 10 vjet më parë, ndërsa shpërthimi i parë në Francë u regjistrua në Alpe në qershor të këtij viti, që nga ajo kohë janë konfirmuar rreth 110 raste, fillimisht në lindje dhe së fundmi edhe në jug-perëndim të vendit. Autoritetet fajsojnë lëvizjet e palikshme të bagëtive nga zonat e prekura, ndërsa rreth 3000 kafsh janë therrur deri tani. Politika e qeverisë për therrjen e të gjithë kopeve ku zbulohet qoftë edhe një kafshë e infektuar ka hasur kundërshtim të fortë nga 2 prej 3 sindikatave kryesore të fermerëve. Ato e cilësojnë këtë qasje si brutale dhe të panevojshme, duke argumentuar se një kombinim i therrjes selektive dhe vaksinimit do të ishte i mjaftueshëm. Ndërkohë kriza në bujqësinë franceze shkon përtej kësaj sëmundjeje. Sektor të tërë janë nën presion nga vreshtarët e prekur nga rënja e konsumit të verës deri te fermerët e shpendëve të goditur nga gripi i shpendëve. Qeveria franceze shpreh shqetësimin se protestat aktuale mund të shndrohen në një lëvizje më të gjerë të popullsisë rurale, e cila ndihet gjithnjë e më kërcënuar nga rregullat e BE-s dhe konkurrenca nga jashtë. Gjithashtu një protestë e madhe është planifikuar për të njëjtën në Bruksel gjatë samitit 2 ditor të BE-s, ku pritet të marrin pjesë rreth 10.000 persona. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.